Përshëndetje për gjithë, unë jam Omer Zulfia dhe në kuadër të bootcampit të 16 në programera për modulin e Reactit kam vendosur me bë një platformë apo një website për lojra ku mund të bëni search lojra të ndryshme, të vendosni në wishlist, të bëni filter mbas zhanrave, mbas platformave ku luajnë lojrat e kështu me radhë. API-n të cilën e kam përdorur është një free API nga ravg.io. Kjo ofron një API shumë me të dhëna shumë të mëdha, do të ka shumë lojra me 10 mijëra lojra, ku pjesa free është deri 20.000 kërkesa, pra lejon, pastaj duhesh me bë pagesë. Mësume më shumë kohë kisha vazhdu me pjesën e login dhe register, ku do me thonë këto pjesa nuk ruhen, këto të dhëna nuk ruhen pra në database diku, por ruhen në local storage. Pra kisha vazhdu me kriju një user, për shembull Omer Zulfia, emrin tem, Omer at test.com për shembull, 123 e bëjmë copy këta, bëjmë register, bëjmë redirect në login, edhe 123 bëjmë login, këtu shfaqemi apo bëjmë redirect në home, ku ndryshe kur s'kem logout nuk na shfaqte pjesa e wishlistit, do me thonë. Tani si u bënëm logout shfaqet këtu përpara nesh, kemi pjesën e sliderave ku imazhet vijnë nga fotot, imazhet vijnë nga API, domethënë nga fotot e lojrave që vijnë nga API. Këto ato foto ruhen dhe renderohen. Pastaj këtu më poshtë kena pjesën e platformave ku janë të renderuar shumë platforma, ku nëse klikojmë ndonjërin prej tyre shfaqen lojrat e asaj platforme. Presim pak derisa të bëhen loading, ja pra ku janë shfaq lojrat për PC. Pastaj nëse shkojmë më poshtë në PlayStation shfaqen lojra për PlayStation, shumë gjëra me radhë. Këtu është një buton për more, për kur e klikojmë shfaqen më shumë dhëna deri në fund. Pastaj këtë pjesën tjetër për zhanra, pra nëse klikojmë ndonjërin për zhanra, për shembull RPG, këtu shfaqen lojrat për RPG. Nëse e vendosim action, për shembull lojrat action e kështu me radhë. Pastaj kemi pjesën e stores, ku këtu do me thonë kur e klikojmë stores këtu cilën me banëm këtë Steamin, pra do me thonë shfaqet lojrat që mund të blinë në Steam, në këtë dyqanin Steam, storin Steam, të cilat janë këto edhe janë dummy data, pra nuk është që janë shumë sigurta, me imazhet, pra ku për si cilën lojë kam shfaq datën se kur është bërë release, sa rating ka dhe pjesën e kësaj, pjesën e emrit dhe read more. Kur shkojmë me read more, do me thonë ka dhëna më të detajuara të lojrës, për shembull description, kur është bërë release, rating, website oficial, platformës se ku mund luhet, store se ku mund blehet e kështu me radhë. Këtu poshtë kena një buton save to wishlist, ku e bëjmë save to wishlist. Nëse tentojmë të bëjmë për 2 herë save to wishlist, thot this game is already saved, edhe nuk lejon më bë save në wishlist. Këtu nga 0 bën 1. Pastaj shkojmë te pjesa e games, ku këtu do me thonë janë të renderuara të gjitha lojrat ku mund të bëjmë search, për shembull FIFA, shembull tjetër Counter Strike, Call of Duty është një lojë e mirë e kështu me radhë. Pastaj mundemi me boxi, është pjesa për pagination, pra ku mundemi me i ndru faqet prej një e deri në sa ka, do me thonë faqe. Pastaj nëse tentojmë të shkojmë më pak se një, nuk lejon, pra nuk na lejon. Pastaj shkojmë tek pjesa e developers, ku këtu do me thonë janë të renderuara kompanitë të cilat i kanë kriju ato lojra, për shembull kompanitë të njohura sikur kjo Ubisoft, Valve Software, ka dhe plot kompani tjera.
ku nëse e klikojmë për shembull këtë Valve Software, këto renderohen lojrat të cilat janë krijuar nga Valve, edhe këto nëse e klikojmë read more janë pra të njëjtat, si më herët shfaqen pjesë më të detajuara dhe mund të bëjmë save në wishlist këtu, njëjtë si edhe më herët. Pastaj nëse shkojmë në tek profili fillimisht po shkojmë edhe dëshirojmë ta ndrojmë emrin, për shembull Zulfia Omer ta bëjmë. Ja pra shikojmë këtu tek users këtu në Zulfia Omer në local storage edhe vendosim vetëm tash që e lam emrin këtë emailin e lam omer@test.com, ok, e bëjmë change, emri është bot change dhe ja pra ku është këtu ku është reflektu në local storage. Pastaj tjetër këtu në wishlist mundemi me bot remove from wishlist, këto lojrën këtë pelojmë aty ku është, edhe pjesë për fund ka met pjesa sepse kjo platformë është e autorizuar dhe e pekryojmë një account me rolin admin 1@live.com 123 rolin admin, e bëjmë register admin 1 edhe password 123 login, edhe pra ndryshe nga admini, ndryshe nga useri këtu admini e ka dhe një panel tjetër, një page tjetër i cili është paneli ku këtu do të thonë i renderohen të gjithë userat të cilat janë bërë register në këtë platformë. Do të thonë këtë e kam, kjo nuk është pra në disa raste nuk është praktika të duhura, në mënyra e duhur për të vendosur role ose për të shfaqur password në këtë rast, po këtë e kam po vetëm për të integruar konceptet të ndryshme, autorizimin, autentifikimin, konsumimin e API-ve, krijimin e operacioneve për kërkime, shumë me gjëra të tjera. Këtë e kam po vetëm për të integru. E shpresoj t'ju ketë pëlqy kjo platforma e cila është bërë me React, edhe miru pafshim.